Të dashur dëgjues, presim përsëri Ramadanekën dhe i thomi mirë se erdhe Ramadan. Po mirë se gjete o njëherë më shprejsa maj. Oh, mirë se erdhe bre. E di që më boni goni porzit. I papërtoshëm dhe gjithmonë pranë neve, pranë radios, pranë dëgjuesve. Po, munua në une me bo dishka si poet, kishe me një, pa e di që kam tha goni. Po? Goni më tha mirë be Ramadan, tha ti, të ka dalë zone shumë larkë, poet, këngëtar, humorist. Tha, a kina i libër të botu me, thash, jo vallaj, s'kam as një, thash, po, i thash, i kam 3000 poezi, thash, në YouTube. Tha ti let YouTube-ës ta, libër a ki, thash jes kam. Tha atëherë, tha s'ka që poet, tha s'muna me thonë Ramadan poeti. Tha muna me thonë që shok Ramadan, se për me thonë poet, tha du të me pos libër. Ti s'pehe libër, tha, qfar poeti, tha. Ti tha e pa e pasion, pa tha me. libra, vesh me mendje, tha që i kam. Pasion, tha e pa e këta e. Gjitha që së në rri pa qitë poezia si, a mo poet, tha, për më konë poet, tha, do të me pas libër. E ti tha s'pe libër, tha prej sonë, ti tha ka me thonën, Ramadan shoki 25 vjeqarë që i kem punu bashka mo poet, se meriton. Respekt për Gonit, respekt dhe për ty dhe për Vanoshën dhe për të gjithë këta që janë pranë neve, ndërru. Që tha ti poet, po thue, pishti gjend me kajte, pishti me kejshë, asja, mo tha, ma si libër, s'ki badi hava, tha e ki, qka me bon? Kjo Goni. Goni. Pasion, tha e për he, jo tha poet. Goni ka të fjallë si gazetar mediale, mire ka se çdo njëri do të ketë edhe veprat, edhe punën, edhe veprat të qitë në botim. Po ne thash Goni, thash ma poet se unë ku e gjonë, 3000 poezi në YouTube e kam, edhe libra unë njëjtë, në libër do të mi hap letat, fërt mi shpletu e mi gjithë. Te unë veç që në YouTube e lëshën edhe i ki ketë në YouTube 3000 poezit minjat. Se unë kur nuk i shkruj, unë veç ashtu, si të ngojnerin 3-4 lafe, veç kap në dikon do ma interesant jam arta një vetë, më dalin lafet, kështu në mirë po, badjava, poes që jam. Po, me çka vada shkon tani, a vesh? Që taj, shkujna. Kushte ka i dërguare hona apo djeli, pa me thoj të lute me sa i ka qili. Kushte pa i s'ka rritore, kushte dha drit. Kush është ai o dorë që të ka i stolis. Kushte pa i s'ka rritore, kushte dha drit. Kush është ai o dorë që të ka i stolis, zërin tënë të bukere ta ndëgjoj një herë, fol moj dalla ndyshe që m'kendon në mbider, ollum kush i ka parë vajzat e arbreshit, ku si dalla ndyshe rrethi hulën sheshit, lum kush i ka parë vajzat e arbreshit, ku si dalla ndyshe rrethi ulën sheshit. Haj morre vese kush me ka dërguar, është dritë diellit që më ka jeshuar. Është dritë diellit, është dritë hënës, por mbi të gjitha është një gjuhë nënës. Është dritë diellit, është dritë hënës, por mbi të gjitha është një gjuhë nënës. Hey, ke pas e thane më i bukuri, unë ti fali dyshit e zi, me në gjidrini nën bjeshke me art, e mon mene ke me pas e një fjall, me në gjidrini nën bjeshke me art, hey, e mon men ke më pa, hasin një fjall.
Unë pera në veri kure do i shko në lisi, na i peri di krushi të po i nisi, molle drini të molle dhe bardh, për cilë nuset e prane vera, molle drini të molle dhe bardh, hey, për cilë nuset e prane vera. O për mbidirin në gjitë të revet, trimi që hene moje dhe bjeshkes, nën valvona nën hijet e malës, e mon mene si e kem pose fjallën, nën valvona nën hijet e malës, ai mon mene si e kem pose fjallën. Kjo ishte për sonte, për dëgjuste mrekullueshëm që janë ashtë mirë, ashtë mrekullueshëm edhe njëherë gjithë dhe dëgjuesve ju uroj shëndet, mbarësi, lumturi, dashuri në familjet e veta dhe kështu që inshallah Zoti ja ve vetëm shëndetin edhe nga ona ime për sonte i përshëndes të gjithë, po unë jam prap këtu në panel me juve sepse unë nuk ndohem nga ju ndohem vetëm. Shumë i nderuar dhe të lumë goja për këto këngë, për këto poezi, për këto humorat tuat dhe je gjithmonë telefonatin e hapër e ke dhe je gjithmonë të shprehsh atë vullnetin tanë këtu në Radio Jet Danimark, Ramazan. Shumë faleminderit, po tash që me vëmër lako morto me në radise goni tha poesi, këngëtarta, a ke qitë nej këngë, thash vallaj, thash s'kom qitë po me kënu kënoj. Edhe këngëtarta, që ish bre me thonë këngëtarta, po e për me këngëtarta, do të me thpo atë në qitelia të rase, do të me thpo tha me mikrofon dorë të kënu atë, tha na veç, po tani më zonin që tonë, tha, kur gjon s'ke qitë, as këngëtar, hajtë se pe ka përcaj që shto kresure për rajnë gjinën, jam su me rajnë, të me ka zu drejtë zdisha, me rajnë Kresore të punë të tua po i banë, edhe mirë është, në gjusit po të gjenë, ne po të gjenë. Mërë po të, në Stradini së kondryshe, dhe ajtë që shto ka rajnë, të ke gjinja e ke po, në Jo, se s'pa fjallën me përdor rajnë, po, si theshtë një mahit. Ti e ke po, në Stradini që sa vjetë ka dek gjinja thënë si në Stradini, në esër kanë me thonë si Ramadani, edhe shka me bo. Po si Ramadan, që ndrymë të kanë shumë pranë neve, bravo të qofë për këto poezi, humora, këngë tuat dhe. Më bani Allah që unë kështu në që edhe bëj humore dhe kënoj edhe si të ne i thej pak ashtu e se do të njëri. Allah, që ashtu duhet njëri ju me argëtue, me kënue, me hjek mërzi, për nejse në argëtim, muzikë. Po unë për që thanë, dikon e ke pas si këto si ku do i shti me kajt, po sa të shti me kajt mos 2 minuta të kthej busqeshe që... Ja, të lutë në Ramadan vesh me kajt, mos i shti njëzit po me qeshe, me mugzu. Se kja e qamja ka emnin e kje qatë mërzit. Kur të bëj humore, këse e ke po, brintë ju bojnë gjinve si harmonik të kesh. Kur t'ja nisi, mi qitën dhe poezi dhimshme, dikura, a i shqitë si këno që të shqitë mindylla, mi fshin e lët. E kështë që na tonë baj se vopë, sa i shetë mindylla, këne na gjinve pak ma shpet jashtë i me morën ajer, aty në mi bo brintë si harmonike, kështë në që poeti, këntari, humoristi, që të e ka. Shumë, faleminderit për ti, që je gjithmonë i gatshëm këtu në Radio Jet Danimark, me ndëgjuesit, me neve, me stafin, me krejt. Edhe pse goni s'po mze as këngëtar, as poet, as humorist, unë apet po tham këngëtar, ti mashtrej gjinës, jam shumë mashtrej. Natën e mire, më bani Allah. Natën e mire, natën e mire. Të dashur ndëgjues, ishim përsëri me Ramadan.